Miratimi i projekt buxhetit për vitin 2026 nga Qeveria në Detyrë ngjalli zhurmë rreth ligjshmërisë së këtij vendimi. Por diskursi politik u ashpërsua edhe më shumë së fundmi pasi subjektet ish opozitare dalën haptazi se nuk e përkrahin dhe nuk e votojnë këtë projekt buxhet. Pavarësisht këtij diskursi për partinë më të vjetër në vend LDK-n, shteti duhet të ketë sa më parë institucione të reja legjitime që të shmangën kolapset ekonomike. Vendit të jepim një qeveri stabile, e cila pastaj normalisht e kthen në binar ekonominë, e kthen në binar çdo proces shoqëror dhe çdo proces politik dhe mos hyjmë në ndonjë kolaps të mundshëm i cili pastaj është me dame të pariparueshme. Edhe PDK-ja ka thënë disa herë se nuk ka vot, pasi thonë se Qeveria në Detyrë nuk ka të drejtë të paraqesë buxhet të ri në kuvend. Megjithatë, sulmet kundrejt refuzimit për bashkëpunim nga partitë e ish opozitës, sipas monitoruesit të punës së kuvendit Naim Jakaj, janë të padrejta, me që kjo është vetëm kthim i refuzimeve që pushteti u bëri gjatë tërë mandatit të kaluar. Në legislaturën e fundit nuk ka një amandament buxhetor i opozitës që ka kaluar nga shumica parlamentare, që është votuar dhe që është negociuar nga shumica parlamentare. Dhe kjo ka përbër një arrogancë të qeverisë së kaluar, të shumicës parlamentare të kaluar që ju ka kthyer tani më në bumerang. Kështon se dhe formimi i komisioneve parlamentare nëpër të cilat duhet të kalojë projekt buxheti para se të shkojë për miratim në kuvend, duhet formuar pasi vendi të ketë qeveri, me që kështu ka qenë gjithmonë praktika parlamentare dhe se kështu përcakton rregulloria e kuvendit.